E treta e vërteta. Pas 2 tentimeve tek 2 gra të para, në të cilat nuk rezultoi shtatzania, pas transferit të embrioneve përmes fertilizimit të asistuar mjekësor, në rastin e tretë tek një 30 vjeçare, kjo procedurë në qendrën klinike universitare për herë të parë solli test pozitiv. E treta është që funksionon edhe janë botë 3 testet shtatzanisë prej gjakut. Tash nuk është vetëm testi shtatzanisë, po për me përcjell sa është vitale shtatzania, duhet me përcjell rritjen e vlerës që quhet beta-HCG testi shtatzanisë. Kemi vlerë konstante në rritje sipër që po shkon ka 2 fishuat, 3 fishuat, do të thotë për momentin bëhet fjalë për shtatzani vitale, aty s'ka kurfar dyshimi. 30 vjeçaria për herë të parë IVF-in e bëri në sektorin publik. Në këtë rast kemi ngri embrionet, nuk i kemi transferu me njerë mas intervenimit, pra arsye se ka ekzistuar rreziku për hiperstimulimit. Për to ka qenë in vitro fertilizimi i parë, edhe me njerë ka rezultu i suksesshëm. Për udhëhecin e shërbimit të IVF-it në ginekologji, Leandrit Bejtullahu, ky sukses i shënuar për ta dëshmon se puna po kryhet sipas standardeve dhe mbase i ka larguar dilema tek çiftet. Derisa 7 gra të tjera janë në pritje për t'ju transferuar embrionët. Nëse kanë pas ndaj lloj mosbesimi apo dyshimit, tash ato dyshimet janë ekne dhe mujnë marrë për me vazhdu trajtimin këtu te na. Ndërka që bëhe ditur se është çështje ditësh, kur ky shërbim do të pranojë edhe barnat esenciale që kanë munguar deri më tani për ta bërë si të tillë të gjithë procedurën falas.